Në bazë të asaj që kemi kalkulu mbram në adresa. Non janë ata, Duda Bale ka thonë që s'votën. Adem Hoxha jo, atër non mesin. Nuk jeni 10. Nuk jeni 10. Ka kalkulime politike, ka shumë interesa politike të cilat mund me bo që mundën me pranu ose me ndryshu mendim. Për kështu e ka pas situatën shumë ma mirë mas zgjedhjeve të dhëtorit, vitit kalum. Ka pas 57 deputet. Edhe pse pat nevoj me shkuar një herë në zgjedhje. Se zgjedhje e kanë qu opozita e tashme sepse nuk e kanë votu presidentin. Nëse kjo narrativeve të vendosis, bërim, tash mundesh me paraqitu narrativin e vendosis, por nuk qënë opozita në zgjedhje kur ti ki 57 deputet, je partia kryesore, po të qënë opozit, është marrë për Albin Kurti me thonë këtë fjallë, po mos i pipinuj, e po jesë është marrë. Në këtë vend, në adim që shka ndodhë, a ka ndodhë që kanë shku, është konstitu kuvendi, është bo qeveria, dhe në fund, kur ka ardhë qështja tek presidenti, ata nuk e kanë votu dhe kemi shku zgjedhje. Kalon dhe në ditën e fundit edhe bëj kësi teatra, që shë i bëndasht i show mediatik, që është din mi vaj. Në këtë vend, për para, me 30% partia fituese me 30% i ka kriju këtë institucion. E lemo mi pas 50%. Kjo, ose do të më thonë jam totalisht i pa oft, ose do të më thonë jam i pa oft, ose s'di me qeveris, ose i ndëlloj në cilat nuk i dim cilat i gi. Situata në raport